Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjematin darum, ne kemi përmendur shumë herë dhe shumë shpesh se feja islame është mas shumëti që sulmohet nga fe tjera dhe nga ideologji tjera në botë, për të vetmin qëllim se din shumë mirë se feja islame është e vetmja fe e vërtet sot mbi rruzllin toksor. Dhe kjo i bën ata që vazhdimisht të organizohen në sulm kundra dinit islam, dhe çdo herë dikush kur sulmohet, numri i tyre paksohet. Vetëm islami sa më shumë që sulmohet, numri i tyre shtohet. Dhe një prej sulmeve të cilët islamofobët dhe armiqtë e islamit i drejtojnë në drejtim të muslimanëve dhe dinit islam, është kur thonë se feja islame është fe pagane nga shkaku se i nxit njerëzit të adhurojnë gurin. E cilin gur? Gurin e Qabës që është Hajarul Aswad në Qabë. Kjo është një shpifje e tyne me cilën ata mundohen ta sulmojnë fe. Dhe thonë si mundet feja islame e ka luftu adhurimin e gurve, ndërsa i nxit njerëzit ta adhurojnë gurin e Qabës. Asni musliman në botë nuk thot se unë e adhuroj Qabën. Çdo musliman në botë thot unë e adhuroj vetëm Allahun Gjeleshanuhu. Asnjani prej neve nuk thot se ne e adhurojmë Qabën. Ne drejtofmi ka Qabja. Namazin e falim drejtim të Qabës. Për respekt dhe për vlerësim të asaj që Allahu Gjeleshanuhu e ka zgjedh. Dhe si tha pejgamberi alayhis salam se Hajarul Aswadi, guri i zi që gjendet në kandin e Qabës, dhe prej aty fillon edhe të bëhet tavafi. Ky gur tha është sjell tha prej xheneti. Allahu Gjeleshanu e ka sjell prej xheneti. Dhe thot kur ka zbrit në tokë, ka qenë thot më i bardh se qumshti. Po thot me kalimin e kohës prej gjunaheve të njerëzive, thot është nxjerr dhe është bë që sot ne t'i themi guri zi, Hajarul Aswad. A në fillim thot ka qenë i bardh, po shkaku i mëkateve të njerëzve thot është ndru thot i zi. Dhe kjo do t'jese dëshmitar në ditën e gjykimit për secilin i cili ka kryer haxhin apo umrën, ki gur do bëhet dëshmitar. Ki gur do jese dëshmitar dhe do dëshmoje se filani ka ardhur të mshohe. Dhe si cili që fillon tavafin e përshëndet me dorën e djathtë kur vendon, do thot pozitën e trupit tij në drejtim të atij gurit. Në kohët e më përparshme, në kohët pejgamberit alayhis salam, se numri i haxhilerëve ka qenë më i vogël, ka qenë e pëlqyeshme që edhe të afrohet njeriu edhe të aputhe këtë gur. Po është vetëm një preferencë, nuk është fars, nuk është vajib, nuk është kusht shart i haxhit ti të shtyhesh me zor si i shifni disa kur afron aty te guri, a besit ashti e kryen, thuhet ti se është e hin xhenet mbrenda. Po ndalu haxhi, ndalu se gur është e prap. Mos u ngjit aty për guri, edhe tash është në gjendje ta shtype njënin, ta shtyje tjetrin, t'ia theje krahin tjetrit, vetëm ta afrohet edhe ta puthe. Pejgamberi alayhis salam kështu nuk e pëlqej. Dhe i tha Hazreti Omerit që ishte i fuqishëm, tha Omer, tha kujdes, tha mos e vraq, tha dënjo prej haxhilerëve se ti tha je njeri i fort, njeri i fuqishëm, tha kujdes mos e vraq, tha dënjanin aty nga të gurit zi apo duke bë tavafin. A sot çka bëjnë haxhilerët? Shpirti del me u afru aty pranë Qabës. Shpirti del. Prej kujt? Prej haxhilerëve pa disiplinë. Po xhamat mos dalim shumë prej teme, po ki gur është gur që Zoti e ka sjell prej xheneti dhe e ka një vlerë të veçantë. Po, përsëri prap gurësh, si tha Omeri radiallahu anhu, o gur, tha, unë e di se ti tha je gur dhe as mirë as keq tha se në mbësh. Po vetëm se e kam pa, tha pejgamberin alayhis salam duke të puth, tha edhe unë tha do të puthi se për ndryshe kur s'kisha puth se ti vetëm një guri je. Zot kërkush duke i ka thonë Hajarul Aswadi xhamat. Këto shpifjet e orientalistëve, shpifjet e islamofobëve, mos na bëjnë dyshim te feja jonë. Bilali radiallahu anhu kur u çliru Qabja,
kur u çliru qyteti Mekës, pejgamberi alayhis salam e urdhnoi Bilalin që të hypë mbi Kabe. Dhe Bilali radiallahu anhu hypi mbi Kabe dhe e dha ezanin. Sikur të kish qenë vend që ne e adhurojmë, pejgamberi alayhis salam nuk e kish leju Bilalin të hypë mbi Kabe. Po me këtë çka tregoi pejgamberi alayhis salam, se Kabja është vetëm një objekt material, nuk është diçka që ne e adhurojmë, nuk është diçka që ne e bëjmë zot, si thot orientalistët dhe si thojnë islamofobët, dhe me muslimanët e adhurojnë Kabën. Ne nuk e adhurojmë Kabën. Ne thjesht e kemi pikë reference. Ne drejtofmi ka jo kur kthehemi namaz, se ta shpara me ndonja këtu në xhami, tishim kthy si cili ka doje vet. Një naton, një keton, një ndë, çka do kish bëu xhamia? Së ndëkshim vurrend. Po xhamat është për çështje disipline, që këtë jemi të kthym kanë janë dhe të kese bukuria dhe namazi. Po ashtu, në vitin 317, një fraksion me emrin Kerami shkuan në Mekë edhe e vjodhën Haxherul Esvedin. E vjodhën xhamat. Edhe 22 vjet e kanë mbajt në selin e tyne në Ahsa, në Bahrein. Sot i thojnë ati vendit pra si shtet Bahreini. Po në atë kohë do thot ka qenë edhe një qytet ati ku këto keramitët aty e kanë pas selin. Dhe në selin e tyne e kanë mbajt 22 vjet Haxherul Esvedin. E kanë vjedh prej Kabem edhe e kanë qua atje derisa organizohet një ushtri e muslimanëve, shkon edhe e merr përsëri dhe e rikthen. Po gjatë këtyne 22 vjetve, muslimanët ka janë kthy? A janë kthy ka Kabja? A janë kthy ka Bahreini? Jo xhema, prap janë kthy ka Kabja. Do thot edhe mes Mekan Haxherul Esvedi aty. Ne e kemi pik referencat. Do thot nuk është e rëndësishme a është guri zi aty apo jo. 22 vjet nuk ishte. E morën keramit e mbajtën në Bahrein. Mbas 22 vjetve e kthyn prap. Po xhamat muslimanët përsëri haxhin e bën në Mekë, nuk e bën, thanë, s'është guri zi, hajde tash do shkojmë në Bahrein ta bëjmë haxhillokin. Jo. Ato prap në Kabe e bën haxhillokin. Këto shpifje të orientalistëve dhe islamofobëve të cilët ja u bojnë muslimanëve, kinse muslimanët e besojnë një gur të zi që është në Kabe aty, nuk është e vërtet. Ne nuk e adhurojmë xhamat atë gur, po thjesht vetëm e respektojmë pse pejgamberin alayhis salam e kemi pa duke respektu, dhe se feja na urdhnon që drejtohemi në atë drejtim, po adhurim, ne për adhurim i bëjmë vetëm Allahu xhaleshanu. Na as pejgamberin alayhis salam nuk e adhurojmë. Ne besojmë pejgamberin e Muhamedit alayhis salam, po nuk e adhurojmë si krishterët që adhurojnë Isën alayhis salam. Nuk kemi si jahudit të cilët në ato kohra e adhurojshin Uzairin alayhis salam. Nuk kemi si budistët të cilët e adhurojnë Budën. Po jemi të vetmit sot mbi rruzullin toksor që besojmë vetëm Allahun Zot një. Kul huwallahu ehad. Të vetmit ne kemi çket xhamat. E që kjo i bën ata që të nervozohen me ne. Se ateistët s'besojnë hiç, e krishterët e tjerët besojnë dy e ma shumë. E të vetmi që e kanë dinin e pastër të vërtet, janë muslimanët. E kjo i bën që ata të revoltohen dhe shejtani si lën rahat dhe vazhdimisht i ngucën, thot sulmojni muslimanët, bojni sherr muslimanëve. Pse? Se shejtani e din se dini vetëm është dini islam. Shejtanit nuk i pengon krishterizmi, shejtanit nuk i pengon hebreizmi, nuk i pengon budizmi, nuk i pengon ateizmi e komunizmi. E vetmja që i pengon shejtanit është dini islam. Prandaj mundohet ato ushtarët e vetna për dynja ti nxite kundra muslimanëve. Po xhamat sa do që të folin, përsëri ki dyn do të jese deri në ditën e fundit. Ki din islam sa do që të shohën kundra, ndoshta do mund vrasin fëmijë, ndoshta do mund vrasën të pafajshëm, po xhamat, për ta zhduk islamin s'ka pas fuqi, edhe s'do të kese deri në ditën e gjykimit. Elhamdulillah që Allahu na ka bo pjesë e këtij dinit madhështor, e inshallah taala deri në momentet e fundit të vdesim me frymën e fundit duke qenë musliman dhe duke pas imanin në zemrat tona, që Allahu na e bëjë të mundshme ditën e gjykimit ta fitojmë rahmetin e tij dhe ta fitojmë xhenetin Firdaus. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.